Shqipëria nuk do të pranojë e as nuk do të tolerojë ndonjëherë cënimin e sigurisë qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës dhe do të jetë gjithmonë në krah të Kosovës. Drejtësisë në llogaridhënies përballë çdo akti apo individi që kërkon kërcënim ndaj saj. Sulmi në Banjska dhe në kanalin Iber Lepens nuk mund të harrohen dhe llogaridhënia duhet të jetë e plotë. Kam ardhur këtu sot për transmetuar dhe për theksuar qartë atë që ka thënë kryeministri Rama, ku shpreh Kosovën, prek Shqipërinë. Jam dakord se lidhjet infrastrukturore dhe energjetike janë thelbësore për rritjen e ndërlidhjes dhe konkurrentshmërisë në rajon. Hekurudha Durrës-Prishtinë ose siç e quajmë ne nga Tirana, hekurudha Kuqezi, zhvillimi i porteve, bashkëpunimi energjetik dhe korridore transportit nuk janë thjesht projekte zhvillimi. Janë investime strategjike me ndikim të drejtpërdrejtë në thëllimin e integrimit ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve tanë. Diskutuam për situatën në rajon dhe diasporën tonë. Mbrojtja dhe afirmimi të drejtave të shqiptarëve në rajon, veçanërisht në luginën e Preshevës, mbet një çështje që kërkon koordinim dhe bashkërendim të vazhduar me shpresë dhe ne jemi absolutisht të gatshëm ta përmirësojmë në mënyrë përmbajtësore. Jam dakord se diaspora përfaqëson një potencial të padiskutueshëm, zhvillimi, ndikimi dhe rjetizimi. Do të forcojmë projektet e përbashkëta në arsim, kulturë dhe diplomaci publike, duke trajtuar diasporën si një urë të fuqishme lidhëse, si të atyre me adheun, ashtu edhe me vendeve tona. Duhet të shpreh njërin time të thellë për të gjithë bashkëbiseduesit institucional dhe politik, presidentën në detyrë, kryeministrin, si dhe takimet e tjera që do kemë gjatë ditës, të cilët gjeten kohë për të takuar, edhe pse në një periudhë të fushatave zgjedhore dhe madje, siç e thash, në një ditë pushimi. E lexoj këtë si një mesazh të qartë se për ne, interesat strategjike dhe marrëdhëniet tona mbetet një prioritet i pandishueshëm në çdo ditë, në çdo kohë, në çdo orë. Së fundi, uroj zhvillimin e suksesshëm të zgjedhjeve dhe shpreh shpresën që procesi i formimit të institucioneve të reja, që do të burojnë nga vullneti i lirë i qytetarëve të Kosovës, të përmbyllet me sukses. Çdo formë presioni apo dëgyrje është e papranueshme dhe bie ndesh me parimet demokratike, për më tepër kur vjen nga jashtë. Nga jashtë vendit, respektimi i sovranitetit, i proceseve demokratike dhe i drejtës qytetarëve për të votuar të lirë dhe pa ndikime, mbeten një parakush themelor për çdo shoqëri demokratike. Veçanërisht e Kosovës, që sigurohet bashkëpunimi i nevojshëm për garantimin e stabilitetit institucional dhe për qëndrimin e energjive politike, institucionale dhe shoqërore në realizimin e prioriteteve madhore të vendit. Kjo është ajo që dëshiron Shqipëria, por është gjithashtu edhe ajo që presin partnerët, mbështetësit e miqtë e shumë të Kosovës. Edhe një herë, i dashur vëlla, shumë faleminderit për pritjen, shumë faleminderit për bisedimet që patëm dhe me të gjitha për marrëdhënien e ngushtë dhe koordinimin e pandërprerë që kemi në interes të dy vendeve tona, të qytetarëve tanë dhe të përbashkësisë kombëtare. Faleminderit.